personi që fitoi nuk ka pasardhë as në sfilata, as në asnjë lloj gjëje dhe thjesht ishte mbesa e dikujt me shumë emër dhe një ditë të bukur erdhi, bëri sfilatën edhe fitoi. Unë në xhirim e kam qenë në prova. Tani unë s'po flas diçka që s'e kam pa, nuk ka qenë. Nuk e kemi ditë kush është deri 3-4 ditë ndoshta pas finales. Po që nuk e di tani, unë të flas për këtë temën, i bie të them shumë gjëra që gjatë njerëzit i dinë. Mua më intereson shumë që njerëzit e dinë, e kanë pa si funksionon, se nga viti në vit kjo gjëja po vërtetohet se si funksionon. Nuk po them që ndoshta nuk e kam merituar, se kam qenë 18 vjeç, nuk e dija ndoshta ta përfaqësoja vendin tim denjësisht siç e meriton përfaqësohet një skenë si Miss Universi, po që nuk dua të them që kam dashur me fituar. Se Missi as nuk më ngriti, as nuk më uli, unë vazhdova rrugën time, do e vazhdoj prapë rrugën time si me ato si pa ato, po që mirë do ishte kishte meritokraci. Që nuk kishte në atë. Bukuria shqiptare, mesdheu, gocat mezetare, Ballkani, kanë gocat gjata, 2 metër, me flok bukura, me sy të bukura, do të thonë, pse mos të çojmë atje dikë që dinte ecën në pasarel, mbi të gjitha. Që dinte ecën në rrugë. Në kryesoria.